Policia Federale Braziliane ka arrestuar në Rio de Janeiro ish-ministrin e jashtëm të Perus, Manuel Augusto Black Hair Miller, i cili kërkoi nga drejtësia shqiptare për mashtrim të lidhur me projektin e një inceneratori në Shqipëri. 80 vjeçari ishte në arati për 7 vitesh dhe figuronte në listën e kërkimit ndërkombëtar të Interpol. Arrestimi u krye në lagjen Flamengo nga Njësia e Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Policisë Federale në zbatim të urdhrit të Gjykatës së Lartë Federale për qëllim ekstradimi në Shqipëri. Ai do të mbetet në deri në përfundimin e procedurave. Miller akuzohet për përfshirje të një skeme mashtrimi financiar që lidhet me ndërtimin e një inceneratori me mbetje të një qyteti shqiptar. Sipas hetimeve, ai dyshohet se premtoi një investim që nuk u përmbush. Për këtë vepër, drejtësia shqiptare ka dënuar me 8 vite burg, e cila pritet që të vuajë pas ekstradimit. Manuel Augusto Black Hair Miller shërbeu si ministër i jashtëm i Perus në vitin 91, gjatë qeverisë së Alberto Fujimorit. Në vitin 2007, ai u dënua në Peru me 4 vite burg së bashku me disa ish anëtar të kabinetit me rolin në organizimin e grushtit të shtetit të vitit 1992. Pas kësaj, ai u zhvendos në Shqipëri ku qëndroi për 5 vite dhe u bë aksioner kryesor në një kompani private. Në korrik të vitit 2013, nga media shqiptare u përhap informacioni se policia kishte arrestuar fillimisht ish-ministrin e Perus, Black Hair Miller, të kërkuar nga vendi i tij nëpërmjet Interpolit dhe më tej ishte liruar pas procedurave të dyshimta. Megjithatë, pas lajmeve të përhapura në media shqiptare për një arrestim të mundshëm të tij, në verën e vitit 2013, deputeti socialist opozitar i asaj kohe Erion Braçe ka publikuar disa të dhëna lidhur me qëndrimin në Shqipëri të ish-ministrit peruan. Ndërkohë, pretendimet u rrëzuan menjëherë nga policia e shtetit, e cila deklaroi se nuk kishte asnjë urdhër kërkimi ndërkombëtar ndaj tij. Po ashtu, edhe vetë Manuel Augusto Black Hair Miller mohoi se ndaj tij të kishte urdhër kërkim ndërkombëtar, madje ai deklaroi se kishte urdhëruar në Shqipëri që në vitin 2012 dhe kishte zhvilluar projektin e tij për përpunimin e mbetjeve. Pas kësaj zhurme, Manuel Augusto Black Hair Miller njoftoi se fitoi azilin politik në Shqipëri në shtator 2013, ndërkohë që vijoi të avanconte idenë e projektit në Fier nëpërmjet shoqërisë së tij Apollo Investment.